Qysh e ka vra tjetrin. Pra qysh ka mbyt atë tjetrin, ashtu do të mbytet. Pra, me shpat. Me guri, i kam shumë në kokë, i mshohet me guri në kokë. Në atë mënyrë, që të ka thënë Imam Shafiu e djetarë tjerë. Kurse Imam Ebu Hanife ka thënë, mbytet vetëm se me shpat. Por kush është ai i cili hakmiret? Ligjin islam, ai i cili hakmiret është organet kompetente, do më thonë, shteti, qeveria islame, është ajo kompetente që më marrë me zbatimin ose ekzekutimin e ligjeve të Allahu subhanahu wa taala, e kjo gjë nuk i lejohet njerëzve të veçantë, individëve të veçanta. Pse? Që mos bëhet pastaj shkatërim edhe përçarje në tokë. Se pastaj çka bëjnë? Antarët e atij, domethënë, ngriten përsëri dikon për antarë, kështu të bëhen domethënë, e dini domethënë raste se çish ndodhin pastaj vrasjet domethënë edhe gjaqet të cilët kanë domethënë prapavia edhe shkatrimin e shoqërisë shumë të mëdha. Kurse nëse e merr përsipër këtë shteti islam, atëherë domethënë nuk ka të bëjë asgjë me familjen e atij, të cilët janë hakmar. Por ajo vetëm këta 3 persona të cilët e meritojnë vrasjen, mbyten, apo ka edhe persona tjerë? Ka edhe persona tjerë që e meritojnë vrasjen, që nuk janë përmend në këtë hadith, por janë përmend në hadithe tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre është edhe homoseksualët, edhe të cilët bëjnë domethënë mashkull me mashkull. Edhe ata e meritojnë njëjtën dënim. Domethënë dënim me vrasje. Por çfarë dënimi? Aliu radiallahu anhu ka thënë, është mendu, ka thënë, një dënim më të ashur mja dhënë atynve, e cila gjindet në fytyrë të tokës. Diqysh ka thënë, të dënojmë ashtu që shika dënu edhe Allahu subhanahu wa taala popullin e Lutit alayhi salam. Qysh ka thënë adin, popullin e Lutit alayhi salam çka janë bo? Janë gurzu, kanë ra gurze për qilla, ata domethënë janë gurzu ashtu. Ka thënë edhe na, ka thënë, diqysh të ngjashëm me këtë. Ka thënë, atë i cili është homoseksual, ka bërë të më thonë, mashkull me mashkull, atë punë të keqe, ka thënë miret, edhe ngritet të më thonë, me një kodër të nartë, edhe prej kodrës gjuhet poshtë. Në këtë mënyrë, dhe më thonë, me i dhënë një dënim shumë të ashpër. Po ashtu, dhe më thonë, njërës, ose dënim i dytë, me vrasje, i takon edhe ai i cili është të martu, ka lidhë kurore, me motër, ose me non, ose me vajzë. Gjë që i ka ndaluar këta Allahu subhanahu wa taala. Edhe këta persona meritojnë vrasjen. Po ashtu, e meritojnë vrasjen edhe sehirbasi, ai cili ka bërë sehire. Katërta, ai cili ka bërë zina me kafsh, edhe ai po ashtu mbytet, edhe kafsha mbytet, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbytni atë i cili ka bërë edhe çka është bërë me ta. Do më thënë edhe njërin edhe kafshën. E pesta, po ashtu, lëndsi i namazit. Ose lëndsi i namazit, dietarët kanë thënë që mbytet. Tek shumica dietarëve, edhe që ai i cili e lën namazin, atëherë mbytet. Ose tek gjithë dietarët e kanë këtë gjë. Do më thënë, lëndsi i namazit mbytet. Për një herë e burgoset, e pastaj nëse nuk pranon, edhe pranon thot, unë du me vdekë. Vdes në atë mënyrë, nuk falë, edhe ai po ashtu do më thonë, lënë si namazin mbytet. Gjashta, ata të cilët e luftojnë qeverin islame, e cila qeveri gjykon me ligjin e Allahut edhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se qohen ndonjë grup me luftu qeverin islame, edhe ata luftohen. Sigurisht që kanë qenë domethënë në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, ose në kohën e disa khalifeve tjerë, në kohën e Aliut radiallahu anhu. E shtata është ai i cili vepron risi në fe, bën bidate në fe, bën bidate që janë ato bidate shirk, domethënë thret në vizitën në tavaf rreth vorreve, në lutjen e varreve. Pra bën disa bidate që nxjerrin njeriun prej fesë islame, edhe ky njeri e meriton
vrasjen. Pra këto janë gjëra që kanë ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose në ajete të Allahut azza wa jall, të cilat nuk janë përmendur në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ai i cili është i martuar, edhe bën zina, domethënë duke qenë i martuar, është nën kuror, i martuar edhe bën zina, atëherë meriton dënimin me gurzim. Ose grua, qoftë mashkull. Përposin qoftë është beqar, ose beqaresh, nuk janë të martuar, edhe në qoftë kanë bërë zina, atëherë kanë dënim me 100 shkopi. Domethënë dënohen me 100 shkopi. Pra, këta, domethënë tek zinaqari, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka një grua tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe ka pranu se ka bërë zina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka desh një herë. Domethënë ke bërë zina, si të ke bërë zina, ktheu tek Allahu, pendohu tek Allahu azza wa jall. Nuk është domethënë patjetër, nuk e ke obligim me shku domethënë tek gjykatësi, me lajmëru se unë kam bërë zina, edhe domethënë zbatoj ligjin e Allahut ndaj meje. Por kërko domethënë pendim tek Allahu azza wa jall. Por kjo grua, domethënë nga besimi i saj, nga imani i saj, duke menduar që ndoshta Allahu nuk ma fal mua, atëherë ka kërkuar që dënim në këtë dynja. Mos më lën dënimin në botën e ardhshme. Ndoshta nuk ja fal Allahu subhanahu wa taala. Një rast ka ndodhur me një sahabi i cili quhet Ma'is. Ka tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë ja Rasulullah kam bërë zina. Pejgamberi sa po kthehet në natën tjetër, ai pidel përpara. Ja Rasulullah un kam bërë zina. Pejgamberi sa po kthehet në natën tjetër, s'po don më bë kishë penin, domethënë. Ja Rasulullah un kam bërë zina, edhe po thot më pastroj ja Rasulullah. Edhe kjo grua po ashtu, ka thënë më pastroj ja Rasulullah, se kam bërë zina. Edhe pejgamberi sallallahu e ka pyet, ka thënë, mos e shtalzon, ka thënë po. Atëherë ka thënë shko derisa të lind djali. Kur ka ardhur pastaj, pas 9 muaj po kthehet kjo grua prap. Domethënë, nuk po kthehet prej vendosjes saj, nga imani i saj. Ja Rasulullah po thot më pastro. Të shko derisa të ndash djalin prej gjinit. Domethënë, mas një 2 vite, masi që të rritet djali pak. Ka ardhur përsëri mas 2 viteve. Edhe djali ta merr ajo, domethënë e ka marr për krahi, edhe djali vet në dorë ka pas një copë të bukës. Domethënë që argument se më djali po han vet, nuk ka nevojë më për nonën, për gjinin e nanës. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zbatu ligjin e Allahut azza wa jall mbi atë grua. Është gurzu ajo grua. Kur kanë gurzu atë grua, disa prej sahabëve kanë fol. Domethënë kanë thënë çire. Zinaqari që janë stërpik për gjakut të asaj. Ka thënë gjaku i zinaqarës atin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hidhru shumë. Shumë është hidhru. Ka thënë vallahi, ka thënë po, tu kish përmda. Ajo, rahmeti, falja, e asaj grua që e ka falë Allahu azza wa jall, po tu kish përmda ajo falje e Allahut azza wa jall, mëshira Allahut, tek banorët e Medinës i kish kapluar edhe banorët e Medinës. Dhe në dhëtë qaq, në mëshirë të madhe që e ka mëshiru, edhe që e ka falë, Allahu azza wa jall, atë grua nga besimi saj. Po ashtë edhe kështë sahabiu kështu. Në më thënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështë ka vepru me zinaqarin ose me zinaqaren. Sa i përket njerëzit të cilët kanë vra, ai i cili ka vra, qoftë mashkull ose qoftë femër, vriten. Për pas në qoftë se ka vra, dhe më thonë, me gabim. Ka pas diçka në dorë të rëndë, ka gjujt të zonë, ose ka pas në një armë në dorë, i ka dalë gjyqysh dhe më thonë plumbi, pa dashe e ka vra shokun e tij apo dikon tjetër. Dhe më thonë ka ndodhë vrasja pa dashe, ose dhe më thonë çështje tjetër, nuk meriton vdekje, nuk e meriton dhe më thonë ekzekutimin me mbytje. Çështja është, dhe më thonë, i cili ka vra me qëllim.
një jahudi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka mbyt shërptorën e tij, një shërptore që e ka pasur në